Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka deklaruar se janë të gatshëm të ofrojnë qytetarëve dhe vendit një qeveri tjetër, raporton Ekonomia Online. Krasniqi ka thënë se nëse vetëvendosje nuk mundet ta formojë qeverinë, radha është e jona. Është një radhë shumë normale e legitimitetit që në një rast që i pari dështon, atëherë i dyti e merr mandatin. Presidenta do duhej në rast të shtimit të Zotit Kurti si i parin të zgjedhje, me naftu neve për me mandatu një kandidat. Ne kemi mandatu në Bedri Hamzën, dhe Bedri Hamza jam i bindur që është për te një figurë partijake politike, një figurë e pranueshme edhe për parti tjera, por edhe për qytetarët përgjithësi, pa dallim të votave që i kanë dhënë me datën 9 shkurt. Jam i bindur që kishim arrit me i vendos interesat e vendit për të interesave dhe kërkesave partijake që mund të kenë parti. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ndërkohë tha se do që partia që ka dalë e para i takon të bëjë shumicën dhe të formojë qeverinë. Nuk jemi në atë fazë, proceduralisht e dini që me 15 prill bëhet betimi, më pas bëhet propozimi i kryetarit të kuvendit, konstituohet kuvendi pas zgjedhjes së kryetarit të kryesisë së kuvendit, e njohim të drejtën e plot të partisë së parë në këtë zgjedhje që të provojë të bëjë shumicën, në qoftë se nuk e bën, pas 15 ditëve Kushtetuta e Kosovës është shumë e qartë, jep drejtë secilës parti që dëshmon para presidentës se mund të bëjë shumicën ta bëjë një gjë të tillë. Nuk kemi rrinë në atë pikë, do të jem pas transparent edhe konsistent para jush edhe për këtë çështje kur të mrim aty. Me 15 prill mbahet seanca e parë e Kuvendit të Kosovës pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, ku pritet votimi i kryeparlamentarit të ri dhe qeverisë së re.